A vë të kujtohet kënë e ke puth për e herë të fundit? 1, 2, 3 Puthe! Puthja është një ndër gjestet më të zakonshme të afërsisë, por kur e menon për një me diqysh është pak e çuditshme. Zemra tërheq shpejt, truni dhëzet, edhe një puthje e mirë madje mundet me djeg kalori sipas Alpert. Një puthje aktivizon djetra muskuj, e rrit adrenalinën edhe norepinefrinën në gjak, edhe zvoglon stresin e perceptuar. Edhe ndonse na shkëmbejnë miliona baktere, shumica janë të padëmshme për një trup me imunitet të shëndetshëm. Sipas shumë studiuesve evolucionar, puthja mund të ketë fillu shumë më herët se sa mendojmë. Madje ka fillu si formë e ushqyerjes, ku nënat e kanë nda ushqimin e përtypur me foshnjat e tyre. Kjo sjellje shihet edhe sot të shumë primat, edhe për një kohë të gjatë ka qenë e zakonshme të njerëzit. Kjo ka kriju afërsi, besim edhe siguri. Shtyma jon bart informacione rreth shëndetit, hormoneve edhe gjeneve të imunitetit. Pra një puthje është një test kimik për me kuptu se a është dikush partneri përshtatshëm për ty a jo. Arboll edhe Rasmussen tregojnë se puthja romantike daton prej Mesopotamisë që në vitin 2500 para erës së re. Ajo ka qenë shenjë e intimitetit, dashnisë edhe ritualeve shoqërore. Në tekstet akadiane janë përshkruar puthje përmes partnerëve, por edhe puthje simbolike për respekt e për nder. Kjo tregon se ka qenë pjesë e jetës njerëzore, pothuajse po aq sa kanë ekzistuar qytetrimet. Dhe pastaj vjen edhe pjesa interesante se puthja nuk shërben vetëm për afërsi trupore, por edhe për me vlerësu partnerin nëpërmjet aromave, shijes edhe sinjaleve kimike në pështym. Për këtë arsye një puthje mundet me forcu ose me i shun ndjenjat menjëherë. Truni po analizon nëse ka kimi ose s'ka. Në fund, puthja është kombinim biologjie, historie edhe psikologjie. Një gjest që i ka lidhë nënat me foshnje, që u zhvillu si një mënyrë për me kriju besim edhe u bë një formë universale komunikimi emocional. Do shta prandaj puthja është kaq e rëndësishme sepse është mënyra më e vjetër edhe më njerëzore për me i thonë një personi je i sigurt me mu. E ti tash, për më shumë video si kjo, bëja subscribe-ur muanit në YouTube edhe në krejt platformat e tjera.